Bismillahirrahmanirrahim. Shikues nderuar, assalamu alaikum. Nëse Allah në mënduar që edhe kjo ditë agjërimit këtë shkuar si më së miri, në nështrim dhe Allahut, në si ti, në raportet mire mes jush, në dashni, respekt familjar dhe shoqëror, përse që të keni iftar të këndshëm dhe agjërim të pranuar. Të nderuar shikues, sot e jemi në takimin e emën të Allahut që është nga emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Që edhe ky emër na tregon madhështinë e Allahut, bukurinë e Zotit tonë te barekuhu teala dhe nevojën që kemi për të besuar këtë Zot dhe për të përfituar për jetën tonë nga emrat e Allahut dhe nga besimi jonë në Allahun e madhnuar. Emri i Allahut që sot do të flasim për të është emri i Allahut El Halim. Si ta përthejmë emrin e Allahut El Halim, të nderuar shikues. Në vetvete ky emër ka kuptimet e butësisë, ka kuptimet e maturisë, urtësisë, ka kuptimet e mosnxitimit, ka kuptimet e afatizimit, shtyrjes së afatit për dënim, në fjalë një kujdes i veçantë për mbledhjet tek emri i Allahut El Halim. Andaj, të nderuar shikues, Allahu Jalla Jalaluhu është i butë me robët e tij. Nuk sillet Allahu Jalla me vrasësi, me arrogancë, nuk është Allahu kështu. Veç këtë u ka ndaluar robëve të tij për në për vetën e tij. Allahu është i butë, është i mirë. Allahu Jalla wala nuk nxiton me na dënu. Nga se po t'i dënon të Allahu njerëzit në bazë të veprave, nuk do të mbetej krijesë mbi sipërfaqen e tokës. Përmendoni Allahu Jalla wala të ndruar shikues, kur njëri nuk e fal një namaz. Punë e madhe mos më fal. Shkelje e rëndë mos më fal një namaz. A nuk kur dikur për shembull bën një të keqe, një mëkat. Edhe në moment më ardh dënimi. Moment një ordenimi. Me dënu Allahu me njëra. Për shembull, me e privu nga dëgjimi. Nuk dëgjon. Pastaj për shkak të shkilëve tjera me e privu nga shikimi. Pastaj e kështu me radhë, si do të ishte jeta jonë? A thua vallë, sa kohë do të mbeteshim gjallë? Pak ditë. Nga meq, ne çdo ditë mëkatojmë, e kemi gabime, kemi lëshimet tona. El Halim është ai që t'jap afat. Nuk dënon me njëherë. Por kundër shkeljeve, mangësive tona, lëshimeve tona, Allahu na furnizon kujdes për neve, na fal mëkatet tona dhe na jap afat. E që fatkeqësisht jo rrallëherë njerëzit e keq kuptojnë këtë afatizim. E keq përdorin këtë afatizim. Kur thuhet pendohu tek Allahu te barekuhu teala, atë ka kohë edhe pak. Kjo është keq përdorim i këtij afati, ku e dinte sa ka kohë. Allahu të ka dhënë afat sot, me sot nuk të ka dënu. Deri më tani nuk të ka dënu për shumë mëkate që i ke bërë, as ty as mu. Do të ka dhënë afat pendohu, duke i shtu begatit, duke të ndihmu, duke të udhëzu, duke dërguar mesazhe të qarta që të kthehesh tek Allahu xhallahu ala. E ti prap thua, ka kohë, ma vonë inshallah, a nuk është keq përdorim? A nuk është ka arrogancë? Pse është i butë? Pse është i mirë? Pse t'jep afat? Kështu duhet me kthy? Ku është turpi? Ku është mendja? Ku është arsyeja? Allahu thot në Kur'an, ja ejuhel insanu, ma gharraka bi rabbika al-karim. O njeri, shiko, o njeri, ti krijesë e Zotit xhalla xhelalu. Çka po të mashtron? Çka po të mashtron? Çka po të huton nga pendimi, nga kthimi tek Allahu te barekuhu teala? Pyetja ka bërë Allahu te barekuhu teala. Dhe dietarët kanë dhënë përgjigje. Ka thënë Allah po e mashtron hilmit. Ky emri i Allahut po e mashtron. Jo që njënë Allah me këtë emën. Po realisht përjetimi i këtij emri në jetë përditshme i bën mashtru. Butësia Allahu xhalla xhalu. Ata më katë natën, e Allahu mundson pastaj me flajt mirë këndshëm. Subhanallah. Ata haram e larg rrugës Allahu xhalla wala, Allahu mundson prap, domethënë me shiu ushqimin edhe me jetu këndshëm. Butësia Allahut, a çka po i mashtron? Pse mi but me juve? Afatizimi po i mashtron? Pse Allahu xhalla wala po u ka shtu afatin? Ma nuk ka afat, nuk e dim na kur është afati përfundimtar, kur s'ka dhënë kjo afat.
Me vdekja është skadenca e fatit. Ku e din kur kime vdek? Del më ngjes, a din që kthehesh? Pa me çfarë bazë, me çfarë siguri e shtyn ti pendimin, e shtyn kthimin, e shtyn namazin, e shtyn largimin nga harami, e shtyn mbulesën, mbi çfarë baze, me çfarë guximi? Ku e ke sigurinë për këtë? Nëse kuptojnë emrin El Halim, e dojmë Allahun xhalla xhelalu. Dhe nxitojmë u pendu. Dhe nxitojmë këtë tek Allahu te bartola. Ka sa Allahu xhalla xhelalu ne hap afate. Allah nuk nxiton prap me dënuar një popull, e pse mund të jetë keqbërës. Dhe këtu ne e kuptojmë me emrin Allahu xhalla xhelalu shpesh herë. Atë që ndonjë të përditshme. Ka njerëz që bëjnë gabime, krime. Ka udhëheqës që bëjnë padrejsi. Ne themi, e pse Allahu nuk po e dënon? Tek El Halim është përgjigje. Tek El Halim është përgjigje. Allahu nuk nxiton me dënim. Dunia është me sprova të ndërruar shikues. Dunia është me tenashe, me probleme, e tillë është. Aja që të duhet ty në këtë dunja është të pozicionuar si duhet, ti kuptor gjëra si duhet, të reagosh si duhet. Kaq. Disa gjëra nuk mund të ndryshojmë ne. Janë dorë të Allahut xhallahu ala. Ai e din kur i ndryshon. Ka sa është El Halim. Sa zullumçarët i ka pa fat Allahu te barekuhu teala. Sa të padrejtëve mizorë i ka pa Allahu afat, por kur i ka kap, s'ka pas kush i shpëton nga kapja e Zotit te barekuhu teala, nga dënimi i tij, nga vdekja, nga paruja, nga nënçmimi, e mos flasim për botën tjetër për ahiretin. Dhe El Halim ai e din. Te kur e sheh çysh Allahu xhallahu ja pa fat një mëkatar i thosh, o Allah, sa i duruar shumë mirë. O Allah, sa i buti, o Allah, sa i mirë. Dhe kjo kthen ka vetja jote. Po a dhoni jam një farllë zullumçari. E dhoni jam një farllë padrejti që bëj padrejsi. Spaku ka shi vetvetes. Dhe prapë Allahu më trajton me butësi e mirësi. Ai mos u merr me të tjerët. Merr mësim nga të tjerët. Por ktheu ka vetvetja thosh. E ti si ke reaguar në port me emrin e Allahut El Halim? A ke nxituar të pendosh? A ke shpejtuar të pendosh? A ke respektu butësinë e Allahut ndaj teje? A ke qenë mirënjohës sa duhet kërshi kësaj butësie dhe kësaj përgdhelje hynore, këtij trajtimi kaq me kujdes kërshi teje? Që mos me dënu për çdo mëkat e lëshim që e bëjmë. Mos me të shkatërru për çdo neglizhencë apo krim që e bëjmë. Andaj në ashtu dashuria, të respektojmë butësinë e Allahut te barekuhu teala, të nxitojmë ka punë të mira. Dhe gjithashtu emri e Allahut El Halim duhet që edhe të na edukon që edhe karshi njëri tjetrit, mos të nxitojmë me një herë me gjykime, mos të nxitojmë me një herë me hakmarrje, mos të nxitojmë me një herë me konflikt. Ka dalë bo sabër, bo i but. Sillu mirë, japi afat njerëzve që të përmirësohen, e të kthehen e kështu me radhë. Andaj sa përmirësohet jeta jonë me emrin e Allahut El Halim të ndërruar shikues. Sa përmirësohet raporti jonë mes vete me emrin e Allahut El Halim, që nuk duhet nxituar. Mos nxito tek duaja. Mos nxito. U luta, Allahu s'po përgjigj. Mos nxito. Meq Allahu po të thoj, ai është El Halim. Mos u gut. Leje tek ai. Ai e din kur është më së miri me të përgjigj. Ai e din më së miri si duhet me të përgjigj. El Halim. Mos nxito edhe në punë tjera. Nëse e din Allahu, ai është El Halim. Sa i smuret e kur komushnosh. Ai është shërimdhënësi, Allahu është Shafi, ai është shërimi në dorën e tij, dhe shërimi i tij është realisht në përputhje me emrin e tij El Halim, i buti, dhe ai që e din kohën më së miri kur është me sjell shëndetin për ty. Gjasë Allah nuk nxiton, nuk ngutet. Allah është i urtë, çdo gjë e vendos në vendin e vet, sikurse kemi mësuar te emri i Allahut El Hakim, i cili çdo gjë e vendos në vendin e vet, në kohën e vet, në mënyrën e duhur e kështu me radhë. El Halim na mëson që të silemi mirë edhe me ignorantët, kur na pyesin të silemi but, edhe me arrogantët, edhe me fëmijët tanë të silemi mirë, but me të butësi, me sabër, mos me nxitu, dal nga dal, përmirësohen, dal nga dal, rriten, dal nga dal, plotësohen e kështu me radhë. Por jo kjo dal nga dal të jetë në kuptimin e neglizhencës, jo, po në kuptimin e sabrit dhe përkushtimit të vazhdueshëm që ti përmirësojmë të tjerët. Po gjithmonë me durim, përkushtim dhe hilm
me butësi dhe mos nxitim. Mos nxitoj me e përmirësu situatën apo gjendjen, nuk e përdor mjete të dhunshme, mjete që realisht nuk janë në përputhje me butësinë, me mirësinë dhe udhëzimin që Allahu te barekuhu teala na ka mësuar dhe na ka dhënë. Elos Allahun el Halim, që Allahu të na trajton me butësinë e tij, me mirësinë e tij, me mëshirën e tij. Elos Allahun e manduar që afatet që na i ka dhënë ti shfrytëzojmë pozitivisht në pendim, në përmirësim, që kur të përfundon afati i tjetuar mbi këtë botë, të dalim ne nga kjo botë faqebardhë, të penduar tek Allahu Azza wa Jall. Elos Allahun e manduar që mos na mashtron bujësia e Allahut, mos na mashtron bujaria e Allahut, mos na mashtron afatet duke menduar se ka afat, e pastaj në befasi të kapemi dhe në pamundësi që të kthehemi më. Allah na bëf bujar edhe të buhet me zvete, të sjellshëm si duhet me fëmijët tanë dhe me njerëz në përgjithësi. Më tepër butësi o Allah në familjet tona. Na mundso që të sillemi but dhe si duhet, me durim të mjaftueshëm në raport me njëri tjetrin dhe ti jesh i kënaqur me neve. Kaq të nderuar, me emrin e Allahut El Halim, mirë takofshim, Zoti ju ruaj.